Si gjithë, se Shqipëria kështu është. Shqipëria kështu është. Okej, se do bëhet se beb dikush që ti të njofësh dikë, domethënë vazhdosh. Po mirë, çfarë kërkon ti? Ke kriterë? Ja, mjafton që njeriu të ketë zemrën, Okej. të ketë shpirtin e pastër, se pastaj të tjerat. Mrekulli, mua më bëri një gjë përshtypje. Ti ke një varë, se kur ne kemi varë mikrofonin, Po. dhe ke një unazë aty. Tani ajo unaza e kujt është? Ajo është unaza e hallës. Kjo është unaza. Okej. Okej. Kjo është e vetmja gjë që kam kujtim nga halla ime, nga ajo që ka bërë Lulishtën. Okej. Ajo jeton, ë? Jeton, është jashtë, Aha. dhe është diçka simbolike, se halla nuk ka pas fëmijë, më ka pas, duke qenë se kemi pas shtëpiat afër, më ka pas marrë që të vogël, edhe kam... Ka rritur halla? Po, Pra ka qenë në një farë forme ti arritur nga halla, më shumë se sa nga mami dhe nga babi? Apo? nga të dy, Nga të dy. nga të dyja palët, sepse si që shef, dhe më thonë, edhe me komshin ti jemi një familje. Një familje, po. Po nga të dyja, dhe më thonë. Por që halla është më ka pas pak më debules, sepse nuk ka pasur Se ke fëmijë. menduar për shkakun të jetosh tek halla? Kam qenë dhe andej. Kam qenë, shkoj, vi shpesh. Po fakti që kam vendosur të ri këtu, dhe them ku kam më mirë se vendi jot. Në qoftë se unë kam një punë të mirë, do më thënë, diçka dy të ardhura ekstra, unë nuk kam se të shkoj dhe të jetoj. Këtu kam shoqërinë, kam familjarët e mi, ndihem më shumë dashuri këtu ke vendi im se sa jashtë. Po puna që të ka marrë më shumë orë, cila është? Është ai kafazi aty mbrapa teja. Akoma nuk e kam përfunduar. Ky kafazi? Po. Për çfarë po e bën këtë kafazin? Këtë po e bëj, kam dy zogj, kam 2 papagaj lart. I kam në shtëpi. Edhe dua ti krijoj pak më shumë hapësirë, ti vej pak më shumë lojra. Aha. Pas ke vendosur dhe kamerë këtu? Po. Jetojmë në Tiranë? Ua. Ke dhe kamerë për të gjithë, po këto çfarë janë? Këto janë zgarat e makinës time. Zgarat e makinës. Ta përshëndesim babin? Po. Babi është? Babi. Eja, babi. Hajde, babi. Eja se tha që është goca babit. Po. Goca babit? Kujt i ka ngjarë më shumë? Ty apo gruas? Do mene... Vetëm ty, Ty më shumë. Më tha mua që jam goca babit, tha, dhe me babin e kam lidhje më të veçantë. Po. Edhe babit më tha i ka marrë pak edhe nga ky talenti për të punu për qenë në zanat, Po. Më mbante me vete, me bicikletë. Gjithmonë? Po. Se në atë kohë s'ka pas makinë, ku kam lindur unë. Edhe ku doj që shkonde dhe i shkoja nga mbrapa. Më thuaj çik çfarë mendove ti kur u fut kjo në punë në polici? Po si një qefi më bë që... Të bë qefi, të pëlqeu? Të njofi edhe degët, Të erdi keq që nuk punoj tek shkolla që bëri? Aty po. Të erdi që keq, Ajo është më e saktë. Më e saktë, sjell më shumë të ardhur ajo. Të ardhur po edhe për vetveten. Se është pak punë e vështirë, puna e policisë? Po të shi. Me vështirë, e them komunikimin me arab, se ne ditë që arabina. Po. Gjithmonë kjo është vështirësia me shqiptarin. Cili ka qenë talenti më i madh i Klaudias sipas teje? Ka filluar me pintura, me këdhëndje, me kanistra, me tullumbaca, me babagjyra. Dente korat. Ndihmoj edhe babin ku kam kohë. Ndihmon dhe babin? Po, babi është hidraulik. Vjen dhe me ty për të bërë punë hidraulike? Ja. Në një gjë në shtëpi. Në një gjë të vogël në shtëpi. Shtëpia le kësaj. Vërtet. Nuk do ta ketë problem Klaudia këtë punë. Kur t'jetoj, ndoshta edhe kur ndërtoj familjen e saj për... Ajo është e mirë ta ketë për vete në këtë kuptim që është edhe zanat e që kalon dhe kohën, mërzitin, kalon një stres, i diçka. Qa këshilla i ke dhënë ti Klaudias? Gjithmonë, kur ka qenë e vogël? Këshillat si kom pas i evrejtë.
këshilla. Asnjëherë? Asnjëherë. Po vërejtje mirë, po këshilla po. Një këshill që e ke pas dhënë. Këmë thonë, në këtë kuptim e zemë që